Në prag të shënimit të ditës së arsimit në gjuhën turke në Maqedoninë e Veriut, paralelet e shkollave të mesme me mësim në gjuhën turke në Gostivar organizuan një program kulturor dhe artistik, i cili mbushi plot sallën e qendrës për kulturë. Në këtë aktivitet morën pjesë nxënës, mësimdhënës, përfaqësues të institucioneve dhe personalitete nga jeta publike e komunitetit turk në Gostivar. Programi u realizua tërësisht nga nxënësit me mbështetje në mësimdhënësve të tyre dhe përfshinte recitime poetike, monologje, këngë dhe valle folklorike turke. Zëvendës drejtori dhe përgjegjësi paraleleve me mësimin në gjuhën turke pranë shkollës së mesme të mjekësisë në Gostivar, Zekiria Hasibi, theksoi se aktiviteti kishte për qëllim ruajtjen dhe promovimin e gjuhës, kulturës dhe traditës turke. Bu akşam Gostivar liselerindeki Türk sınıflarından sonte nxënësit nga paralelet me mësim në gjuhën turke nga shkollat e mesme për 21 dhjetorin, ditës së arsimit në gjuhën turke në Maqedoni, kanë organizuar një program të bukur që jepet në Qendrën për Kulturë. Programi përmban poezi, monologje, këngë, si dhe artistët tanë e begatuan edhe më shumë këtë organizim. Në kuadër të manifestimit u organizua edhe një garë me poezi, ku morën pjesë nxënësit më të dalluar nga secila shkollë mesme. Poezitë e përzgjedhura u prezantuan para publikut, ndërsa pjesëmarrësit u shpërblyen me mirënjohje. Şiir yarışmalarında ortaklaşa düzenlediğimiz şiir yarışmaları. Kemi pasur garë me poezi ku kanë marrë pjesë nxënësit fitues nga çdo shkollë mesme. Ata prezantuan poezitë e tyre dhe me këtë rast atyre u dhuruam mirënjohje. 21 dhjetori është festa e vetme kombëtare e turqëve në Maqedoninë e Veriut dhe që nga viti 2007 shënohet si ditë jo pune. Kjo datë simbolizon fillimin e arsimit në gjuhën turke në vend. 2007 yılında Makedonya Cumhuriyeti'nde Në vitin 2007, në Republikën e Maqedonisë, 21 dhjetori apo dita e arsimit në gjuhën turke u pranua dhe tashmë shënohet si festë. Nga ajo ditë në çdo vend të Maqedonisë së Veriut, shkollat organizojnë programe të ndryshme për të festuar. Ndërkohë në hallin e Qendrës për Kulturë ishte hapur dhe një ekspozitë e përgatitur nga nxënësit, ku përveç pikturave u prezantuan fotografi të vjetra dhe shkrime kushtuar kontribuesve të arsimit turk në Gostivar. Ndryshe, mësimin e gjuhën turke në Maqedoni ka nisur për herë të parë më 21 dhjetor 1944 në shkollën Tefejus në Shkup, ndërsa në Gostivar paralelja e parë me mësimin e gjuhën turke është hapur para 61 vitesh në gjimnazin e qytetit.